Pas Novoselës në Vlorë, autoritetet kanë urdhëruar evakuimin e menjëhershëm edhe për banorët në Durrës, konkretisht në njësitë administrative Sukth dhe Katundiri për shkak të situatës rënduar nga përmbytjet dhe rreziku të drejtë për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Procesi i evakuimit po realizohet në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefekturën dhe strukturat vendore të emergjencave. Sipas njoftimit të shpërndarë nga Ministria e Mbrojtjes, evakuimi po kryhet me prioritet për fëmijët, moshuarit, personat me aftësitë kufizuara dhe familjet në zona të izoluara, ndërsa transporti sigurohet nga mjetet e bashkisë, shërbimi zjarfikës dhe forcat e armatosura. Bashkia në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe shërbimet shëndetësore e sociale do të kujdeset për strehimin e përkohshëm, regjistrimin e të evakuarve dhe plotësimin e nevojave bazë. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet në terren dhe të kontaktojnë numrin e emergjencave në rast nevoje. Ndërkohë sot është regjistruar edhe viktima e parë nga moti i keq në vend. 54 vjeçari në Durrës humbi jetën pasi ia mori rrjedha e ujit. Situata sipas qarqeve, Vlorë e Fier, Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në zonën e urës së Mifolit dhe ka arritur në nivelin e 8 metrave. Në Novosel dhe në fshatin Ferras ka nisur evakuimi i banorëve. Policia largoi tregtarët nga ura e Mifolit. Raportohet për 100 hektar tokë bujqësore të përmbytur dhe 14 banesa në ujë. Prurjet shumta ka pasur edhe në Memalia, ku niveli ka shkuar 7.5 metra. Në Vlorë u ndalua edhe lundrimi i peshkarexhave. Dalja e Lumit Vjosa ka shkaktuar përmbytje të 200 hektarëve tokë bujqësore në fshatin Ferras dhe 27 banesa janë në ujë. Në Lushnjë dhe Divjak 280 hektar toka janë në ujë pas daljes nga shtrati të Lumit Seman. Në Durrës ndërkohë u shënua viktima e parë nga moti i keq. Një 54 vjeçar ka humbur jetën pasi e ka marrë rrjedha e kanalit në zonën e ish repartit ushtarak. Trupi i pajetë u gjet nga polumbarët e Reneas. Lumi Erzen ka dalë nga fshati duke përmbytur 10 hektar toke dhe duke rrethuar banesat në Katun të ri. Në këtë zonë, si edhe në Sukth, ka nisur evakuimi i banorëve. Sipas hueçarjes së argjinaturës së Lumit Droje, ka vërshime ujë në 2 fshatra të Krujës, Dukagjiniri dhe Miliska. Në fshatin Miliska uji ka hyrë në banesa, ku janë prekur 50 familje. Në Shijak ka prani ujë në 15 banesa. Ndërkohë në Lezhë rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Deri më tani janë evakuar 2 familje, rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji, ndërsa po punohet për mbylljen e çarjes së argjinaturës në Lumin Droje, fshati Dukagjin. Në Shkodër, rritje të nivelit të ujit në fshatin Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore, qarkullimi bëhet vetëm për mjetet të tonazhit të lartë. 15 banesa të rrethuara nga uji në Vaun e Dejës, në disa fshatra të Malësisë Madhe ka rrugë bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkinë Fusharës janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe rënje gurësh, prezencë e shtuar e ujit në rrugë, duke shkaktuar edhe dëmtime përveç bllokimeve.